Faleminderit kryetar, kam 2 seanca në fakt që e pres sipas radhës që nga seanca e kaluar, po më mirë vonë se kurrë. Ky parlament duhet ishte i shqetësuar dhe duhet ta kishte futur në rendite për diskutim raportin e dal nga Transparency International, ku Shqipëria ka rënë me 11 vende për sa i përket korrupsionit. Jo vetëm që parlamenti nuk e diskuton, po parlamenti është bërë strofa më e lartë e korrupsionit, duke prodhuar atë që quhet nga Departamenti Amerikan i Shtetit korrupsioni legjislativ. Këtu është bërë një fabrik ligjesh me porosi, të cilat vinë sipas orekseve o për të mbrojtur qeveritarët, ose për të dhënë copat të Shqipërisë oligarkëve dhe klientëve, dhe ne do duhet thjesht që të votojmë. Ne të flasim kundër, kartonat i keni gati dhe të prodhohen ligje për të dhuruar Shqipërinë. Keni formën e dytë të sofistikuar që kalon përsëri sot me një projekt vendim që nuk e diskutojmë dot, të asaj që quhet korrupsioni politik, ku njerëzit që duhet të ushtronin detyrat kushtetuese në mënyrë të pavarur, 3 muaj mbasi kanë lënë mandatin kushtetues, votohen mbështeten nga majoranca, siç është rasti i ish kryetares gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj, e cila nga kryetare e gjykatës kushtetuese për 3 muaj votohet nga majoranca socialiste si antare e Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë, për të treguar në fakt atë që e kemi thënë gjithmonë, që siç po e mbështesni sot, ju ka mbështetur në çdo vendimarrje në gjykatën kushtetuese. Së treti keni atë korrupsionin penal, atë për cilin ja u tha dje edhe McAllister që është testi kritik. Dhe testin kritik ju keni 2 muaj që e mbani në zyrtaret e kuvendit. Keni 2 muaj që i garantoni mbrojtje zëvendëskryeministres, ministres tuaj dhe deputetes tuaj. Korrupsioni penal është ai në fakt që cënon drejt për drejt edhe atë që jeni mburrur vetë, reformën në drejtësi, e që ju do të ishit pishtarët e reformës në drejtësi. Por ju reforma në drejtësi është shumë e mirë për aq kohë sa merret me opozitën. Po kur vjen puna që duhet të arrestohen dhe duhet gjykohen antarët e qeverisë, atëherë ju ndryshoni ligjet, atëherë ju merrni masa për të mbyllur në zyrtaret e kuvendit dhe atëherë po nuk ka më asnjë kuptim për ju reforma në drejtësi. Ndaj do t'ju lutesha që ta fusni në rendite të kësaj seance ose të seancës së ardhshme një diskutim për raportin për korrupsionin në Shqipëri, se Shqipëria ka humbur plot 11 vende dhe kjo është e gjitha merit ekskluzive e qeverisë tuaj dhe majorancës tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Zhupa, ju e dini shumë mirë se si futen në rendin e ditës çështjet. Nëse realisht doni të trajtoni një çështje në rendin e ditës, ndiqni procedurën sipas rregullores dhe propozoheni. Me diskutim nesër. Nuk ishte diskutim procedurial, por